Çdo 10 qershor zhvillohet pelegrinazhi i përvitshëm i besimtarëve bektashi në të qenë Bllacës në Bulqiz, një ngjarje e rëndësishme fetare dhe kulturore që mbledh çdo vit qindra besimtar dhe vizitor nga zona të ndryshme të vendit. Pelegrinazhi në të qenë Bllacës është një traditë e trashëguar ndërbreza, ku besimtarët mblidhen për lutje, rituale fetare dhe për të përkujtuar vlerat e paqes, dashurisë dhe harmonisë që predikon besimi bektashian. Kjo ditë shërben gjithashtu si një moment bashkimi për komunitetin, duke ruajtur gjallë traditat shpirtërore dhe kulturore të krahinës. Gjatë ceremonisë, kryegjyshi botëror i bektashinëve Baba Edmond Brahimaj përcolli mesazhe tolerance, mirëkuptimi dhe respekti mes njerëzve, ndërsa pelegrinët shprehin besimin dhe përkushtimin e tyre në këtë vend të shenjtë. Respektojnë të ditë shenjtë, të pelegrinazh të shenjtë, në këtë ditë bukur, për të marrur radhë, bekime, për të bashkuar, për të pa dashuri për njëri tjetrin, për të vendorë njëri tjetrit, për të shkruar hasmëritë, inatet, xhelozit, pra për të ofruar sa më shumë me një tjetër se kështu na do dhe Zoti. Sa më të bashkuar të jemi, aq më mirë është. Prandaj, siç e shikon, çdo vit ne të pelegrinazh respektojmë gjithë ata që kanë mundësi materiale dhe trupore, se këta njerëz që vinë. Ne lutemi për të gjithë këtu. U japim urate bekime, po edhe ata burrat që janë atje janë të gjallë për neve, se ata na ndodhin në çdo kohë janë me ne. Se njeriu nuk vdes, tron jetë. Prandaj vihet e ata. Edhe profeti Muhammed, kur ta ndjeni veten ngushtë, drejtoni vendeve të mira. Se ata dinë hallin tuaj. Pra, ata ne dinë hallin tonë. Prandaj dhe ne vim, lutemi Zotit, shenjtorëve, për të na lehtësuar punën, hallet tona, për ta shkarkuar në energjia negative që mbledhin gjatë ditëve që jetojmë në shoqëri. Është një teqe e tradita të hershme. Babalarët që kanë shërbyer të gjithë baba Yusufit, i pari, i dyti, baba Xhemali, baba Zeneli, edhe këta që pasardhësit e tjerë, kanë dhënë dhe kanë qenë ndihmë të gjithë njerëzve në atë kohë. Edhe kanë qenë shtret të diturisë, të mirësisë, të bujarisë. Pra, e kanë mbajt këtë popull në këmbë me dashuri. Edhe e kanë mësuar që të vërtetën, i kanë mësuar që të duan Adheun, të duan familjen, të duan njëri tjetrin, të duan njeriu si që ne më përkryer. Kjo është meritë e këtyre. Prandaj ata respektohen për veprën që kanë bërë, që kanë lënë neve pas. Janë përballë me shumë vështirësi ata, me luftra, me përplasje, me sa të mund që ka përndori Osmane, se tu ka filluar. Pra që në atë kohë, atë baballarët kanë dhënë uratë, bekime, janë lutur Zotit për gjithë krahinën dhe për gjithë njerëzimin. Dhe ky është misioni jonë. Të jemi lutës, të jemi dashamirës, të japim uratë e bekime, neve gjithmonë jemi shërbim të njerëzimit. Pra ne jemi në këtë rrugë. Pra ne nuk kryer dhe familje, për arsye që ne të jemi të përkushtuar gjithmonë besimtarëve dhe njeriut, si qenie. Pelegrinazhi në të qenë Bllacës mbetit një nga aktivitetet më domethënëse fetare në zonë, duke tërhequr çdo vit pjesëmarrës të shumtë dhe duke forcuar lidhjet e komunitetit me trashëgiminë e tij shpirtërore.